Unë e hatë letër, unë se u jam. Edhe i fjallë do t'ju thëmë tënde. Të shtrillet të një vetë e keni pa hatan këtu, Nërënju më nëryshe, nërënju nëryshe, pash Zotin. Pash Allahun e pash këjshin. Sjellë më një herë nëryshe, gjithmonë të një qelësimeve, nuk shkanë. Me Brahimi kena punu dikur, edhe i Unë e hatë letër, unë se u jam. Ashtë pa qëtësi e madhe, sepse me ta ndrejtë. Falni për mungesën e modestisë, po e them pa frikë, është e vetmja parti me vizionin, programin dhe parimet e duhura për me realizu transformimin themelor shoqërisë tonë. Shkodra, por e tonë Shqipnia është lotur pa tjetat ftyra, tjetat premtime boshe dhe tjetat mashtrime të 35 vjetë. Bolma, erdhi koha me çu kryt. Fakt, diçka e bën të jashtëzakonshme lëvizjen bashk, që është kjo vazhdimësie e organizatës politike, është se anëtarët kanë 3 karakteristikat përbashkëta që nuk i gjen shumë shpesh në parti tjera politike. Një është guximi. Kanë guxim me i thonë hapun, problemet, edhe prej ku na vijnë këto probleme. Edhe me vut mirën publike, mi interesin privat. E dyta që unë e shoh përbashkët në të gjithë anëtarët e organizatës është besimi. Besimi që tanë bashkë, tanë njerëz si ne, munden me e bë këtë, edhe munden me në rrugë të institucione që tanë i dina janë korruptume, nepotike, me vlerësu meritokracinë. Edhe treta, edhe ma rrallë mu gjetë në arenën publike, është këmbulja, që dhe më thanë nuk e këndorë. Një round elektoral mund sjellin rezultate të mira ose jo sa do na ne. Por na kena me kanë këtu që tam bashk edhe herën tjetër do të tentojmë edhe do të realizojmë sa më parë një shtet social, një shtet prodhues edhe një shtet drejtës.